Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një cheesecake në gota me prevede ftoj. Prevedea e ftojit është kjo këtu, është e përgatitur në shtëpi. Megjithatë, nëse nuk keni prevede ftoj, mund ta zëvendësoni me reçel ule shtrydhe, me reçel qershie. Nëse nuk keni dhe reçel, mund ta zëvendësoni me çokokrem, sipas dëshirës. Por unë do ta bëj me prevede ftoj. Atëherë, për përbërësit kam 300 gram biskota. Biskotat I kam ngrirë te mikseri qepës. Unë kam përdorur biskota të zeza, por mund të përdorni çdo lloj biskote që ju keni dëshirë. Kam 150 gram gjalp. Gjalpin e kam shkrirë më përpara sepse nuk duhet të jetë shumë I nxehtë, duhet të jetë gati I vakët në të ftohtë. Kam 150 gram sheqer pluhur, kam vanilje. Unë kam pastë vanilje, por mund të përdorni sheqer vanilje ose çdo lloj vanilje që ju keni. Kam 250 gram mililitra më saktë pana kuzhine për ëmbëlsira, jo pana që përdoren në makarona. Dhe kam 400 gram krem djati. Dhe prevedeja që unë e kam hedhur në qese, e kam hedhur në një tast, e kam përzierë fort me lugë, që do bëhet pak më e lëngshme dhe kam shtuar në tast për ta shtuar sipër cheesecake-ut. Atëherë prevede kam 200 gram. Përbërësit janë këto dhe fillojmë direkt. Te biskotat do shtojmë gjalpin, kjo është procedura standarde në përgjithësi që bëhet cheesecake-u. Do ta përzijmë shumë mirë, sa të përzihet gjalpi me biskotat. Kam përzierë gjalpin me biskotat. Dhe me lugë do ndihmojmë dhe do mbushim gotat që ne do përdorim për cheesecake-un. Nëse nuk keni dëshirë të përdorni gota, normalisht mund të përdorni çdo lloj jene që ju dëshironi. Ose një formë keku, një formë turmbullakët, sipas dëshirës. Atëherë do t'i mbushim një shtresë me biskota sepse sipër do vendosim kremin dhe sipërfare pastaj do përdorim, unë prevedoj thash, po çdo lloj reçeli që do përdorim. Do t'i shtojmë biskotat dhe do t'i ndihmoj me lugë që t'i shtypim. Në këtë mënyrë. Atëherë do mbushim gotat që ne kemi ose henën që ne do përdorim për cheesecake-un dhe do të vendosim në frigorifer derisa ne të përgatisim kremin. Pasi kam mbushur gotat me biskotën, atëherë do ta njëjti tast, do shtoj panën dhe do ta rraf me mikser diku te 1-2 minuta. E kam rrahur panën për 1 minutë, nuk është se e dua shumë të trash, por që mos ishte aq e hollë sa që është në fillim kur e nxjerrim nga ena e vet. Atëherë do shtoj kremin e djathit, do rraf edhe kremin e djathit përsëri me mikser. Kam rrahur dhe kremin e djathit me panën, do shtoj sheqerin pluhur dhe vaniljen. Nëse nuk keni dëshirë edhe mos ta shtoni vaniljen, por mua më pëlqen edhe aroma që lëshon në ëmbëlsirë. Atëherë do ta rrafim përsëri për 1 minutë të bëhet përzierja mirë dhe jemi gati. Kremin e kam rrahur në mikser dhe kam shtuar tek qesja e pasticcerisë, sepse kështu do ta kem më të lehtë për ta shtuar në gota. Nuk është se duhet ta hedh me forma ta bëj të bukur apo ku diun, thjesht është ideja që qesja e pasticcerisë na ndihmon më mirë për të mbushur gotat. Ose çdo lloj jene. Në këtë mënyrë mbushim gjitha gotat. Pasi kam mbushur gotat, me lugë ndihmoj që ta sheshoj pak kremin. Në këtë mënyrë. Dhe sipër do t'i shtojmë direkt preveden ose reçelin sipas dëshirës. Nëse gota bëhet pis, mund ta pastroni pak. E kemi gati. Edhe preveden e kam shtuar në qese pasticcerie.
Do bëjmë po të njëjtin veprim, me luk do fillojmë do hapim edhe preveden ose reçelin që ju do përdorni. Me një luk të vogël, hapim preveden sipër. Nëse dëshiron mund ta bëni edhe dy ngjyshe, duke përzierë kremin e bardhë me preveden që kemi përdorur sipër. Në këtë mënyrë, nëse dorën e fusni pak më shumë brenda. Cheesecake-u ka përfunduar, është gati, ishte shumë i thjeshtë dhe del shumë i shijshëm. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.